Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e një 7 vjeçari ndodhi mëngjesin e sotëm në Mengël të Elbasanit. Shkaktari i aksidentit dyshohet të ketë qenë regjizori dhe producenti Petri Bozo, djali i ish-deputetes SPS Lulieta Bozo, i cili është shoqëruar në ambientet e policisë për dhënë shpjegime. Fëmia 7 vjeçar është përplasur pranë shkollës ku ai mësonte, ndërsa ngjarja e rënd ndodhi në praninë e nënës së tij. Policia dhe ekspertët ndodhen në vendngjarje për të hedhur dritë mbi shkaqjet e aksidentit, ndërkohë në dëshminë e tij sipas banorëve të zonës, autori pretendonte se ka qenë duke lëvizur me vetëm 10 km/h. Ai tha se ishte duke ecur me 10 km/h. Tha jam duke ecur në rrugë nacionale, kam të drejtën time, isha me 10 km/h, por në fakt ishte me shpejtësi të lartë, sqaroi banori i zonës, ndërsa shton se rruga është bërë shumë e rrezikshme në këtë lagje dhe se edhe më parë ka ndodhur aksidente. Zjarr dhe panik mbrëmjen e djeshme në kompleksin Kadiu në zonën e Alidemit në Tiranë. Flakët kanë përfshirë një nga pallatet e sapo ndërtuara nga ortaku i familjes Berisha, Fatmir Bektashi, ndërsa tymi i dendur detyroi 10 banorë të dalin me urgjencë nga banesat. Sipas dëshmive nga vendngjarja, zjarri dyshohet se nisi nga kabina e automjeteve elektrike, alarmi i pallatit u aktivizua, energjia u ndërprer dhe familje të tëra, mes tyre edhe fëmijë, dolën të frikësuar jashtë ndërtesës. Por ajo që e bëri situatën edhe më dramatike ishte mungesa e aksesit për mjetet e emergjencës. Banorët denoncojnë se rruga para pallatit ka qenë e bllokuar, duke vështirësuar hyrjen e zjarrfikses dhe ambulancës në momentet kritike. Qytetarët denoncojnë se rrugët brenda kompleksit janë jashtë çdo standardi dhe bëjnë pothuajse të pamundur ndërhyrjen e zjarrfikses apo ambulancës në raste emergjente. Pallatet janë të kompanisë Kontakt të biznesmenit Fatmir Bektashi, i cili edhe pse është nën hetim me 2 dosje në SPAK, vijon të marrë leje ndërtimi dhe zgjeroi projektet në kryeqytet. Fatmirësisht, flakët janë neutralizuar pa pasoja fatale, por banorët paralajmërojnë se një situatë e tillë mund të përfundojë në tragjedi nëse nuk merren masa urgjente. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias sot vjen në Tiranë për bisedime të nivelit të lartë që synojnë rifillimin e një procesi që ka mbetur i bllokuar prej vitesh. Në lidhje me kufirin detar, media greke Tovima shkruan se gjatë vizitës së tij në Shqipëri, Dendias pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi. Po ashtu sipas medias greke, Athina dhe Tirana po kërkojnë të përfitojnë nga ajo që zyrtarët greke përshkruajnë si një fazë pozitive në marrëdhënie dypalshe. Objektivi kryesor i udhëtimit të Dendias është të rifillojë një iniciativë dypalshe të rënë dakord për herë të parë në tetor 2020, kur të dy vendet njoftuan qëllimin e tyre për t'ia referuar mosmarrveshjen e tyre për kufirin detar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Athina dhe Tirana po kërkojnë të përfitojnë nga ajo që zyrtarët grek e përshkruajnë si një fazë pozitive në marrëdhëniet dypalshe. Përpjekja vjen pas një vizite të kohëve të fundit të Ramës në Greqi dhe brenda kuadrit më të gjerë të mbështetjes së Greqisë për përshpejtimin e procesit të pranimit në Bashkimin Evropian të Ballkanit Perëndimor. Në qendër të diskutimeve është përgatitja e një marrëveshjeje formale që do t'u lejonte të dy vendeve të paraqisnin mosmarrveshjen e tyre mbi shelfin kontinental dhe zonën ekonomike ekskluzive, gjykimit ndërkombëtar. Për më shumë se një dekadë shqiptarët kanë pyetur veten pse opozita nuk e rrëzon dot kurrë Edi Ramën. Përgjigjja nuk gjendet në sallën e Kuvendit, as në studio televizive ku politikanët përtasin përballë njëri tjetrit. Përgjigjja është ndërtuar me beton dhe ekur në zemër të Tiranës, në kullat që mbajnë të fshet një marrëveshje shumë të vjetër se çdo fushat elektorale. Babai i kësaj marrëveshjeje e kuptoi shumë herët se opozitën e gjyshit nuk e blen dot me karige ministrore apo favore të vogla, duhej diçka më e madhe. Duheshin leje ndërtimi për ata që kanë mbiemrin e duhur, dhe duheshin paratë që vijnë nga betonizimi i Tiranës pafund e pa pyetur njeri. Monedha e këtij pazari nuk u bën as votat, as debatet parlamentare, u bën kullat e shkëlqen Berishës dhe pallatet e Jamar Maltezit. Djali dhe dhëndri i kreut të opozitës u shndërrua në dy anët e një ekuacioni që mban në këmbë të gjithë skemën. Kështu funksionon marrëveshja e heshtur që e ka mbajtur Sali Berishën në karrigen e opozitarit numër 2. Asnjëherë rrezik real për pushtetin. Lejet vinë njëra pas tjetrës, kullat ngrihen pa bujë. Opozita mbetet aty ku është, e zon me betejë që nuk fitojnë kurrë, ndërsa familjarët e liderit të saj ndërtojnë perandori betonin në heshtje. Nëse Zeni është kaq shtrim, pse nuk ulet vetë në karrigen e kryetarit të PD-s që të provojë sa i vlen lëkura, në vend që të bëj pazare në kurrizë të atit 80 vjeçar? Pas viteve 90, kultura e rryshfetit në Shqipëri u bë një dukuri e zakonshme. Perceptimi ishte që nëse nuk paguan, nuk mbaron asnjë punë administrat, nuk të shërbehet në spitale apo në institucione të tjera. Ndonse vitet e fundit shumë shërbime janë online. Dhënat e fundit e Eurostat treguan se veprat penale të regjistruara për dhënie rryshfeti në Shqipëri për vitin 2024 beten të larta në raport me popullsinë. Sipas Eurostat, në 2024 u regjistruan 261 procedime penale për rryshfet,
Me këtë nivel, shqiptarët renditen të dytët në Europë për dhënie rishfeti në raport me popullsinë, pas Hungarisë, që ka një rekord prej 39 procedime për 100.000 banor. Hungaria kryeson dukshëm renditjen, me 38.99 procedime për 100.000 banor, një nivel shumë i lartë se të gjitha vendet e tjera. Hungaria është përballur prej vitesh me kritika ndërkombëtare për korrupsionin dhe dobësitë në zbatimin e masave kundër rishfetit. Një shtet i fortë nuk është vetëm ai që arreston kriminalët. Një shtet i fortë është ai që i heq krimit pasurinë, fuqinë dhe ndikimin në shoqëri dhe u kthen qytetarëve atë që u është marrë padrejtisht. Kështu u shpreh ministri i Brendshëm Besford Lamallari gjatë fjalës së mbajtur në konferencën nga konfiskimi tek emira publike organizuar nga APSK. Lamallari deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku fokusi kryesor është goditja e ekonomisë kriminale dhe kthimi i pasurive të konfiskuara në dobi të qytetarëve. Sipas tij, lufta ndaj krimit nuk mjafton vetëm arrestime dhe dënime, por kërkon edhe heqjen e fuqisë financiare të organizatave kriminale. Rreth një muaj më parë, presidenti amerikan Donald Trump deklaronte se nuk ishte as pak i shqetësuar për përfundimin e luftës me Iranin. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë një situatë më të ndërlikuar për administratën amerikane. Shkruan CNN, Trump ka shmangur rikthimin e përplasjes së drejtpërdrejtë ushtarake me Iranin dhe ka kaluar disa nga afatet që vetë kishte vendosur, edhe pse Teherani nuk ka përmbushur kërkesat amerikane. Në të njëjtën kohë, brenda Partisë Republikane, po shtohet presioni për t'i dhënë fund konfliktit, ndërsa afrohen zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2026 dhe pasojat ekonomike të luftës po shihen si barë politike për kandidatët republikan. Tashmë figura të rëndësishme republikane, të njohura për qëndrimet e ashpra ndaj Iranit, po shfaqin shqetësim se Trump mund të pranojë një marrëveshje shumë më të butë nga sa ishte premtuar në fillim. Imazhi i ikoni princesh Diana me fustanin e hakmarrjes vazhdon të mbetet një nga momentet më të famshme të modës dhe historisë moderne mbretërore, por tani vëmendja e koleksionistëve është kthyer edhe tek automjeti, që shfaqet në sfondin e asaj nate historike. Bëhet fjalë për një Jaguar XJ40 Sovereign, i cili transportoi princeshën Diana drejt galerisë së artit Serpentine në Londër në qershor të vitit 1994. Makina luksoze me ngjyrë të gjelbër të errët u dal së shpejti në ankant, duke tërhequr interes të madh nga koleksionistët e objekteve mbretërore. Automjeti u dorëzua pallatit Kensington në vitin 94 dhe u përdor ekskluzivisht për transportin personal të princeshës deri në vitin 97, para se të kalonte në pronësi private. Disa muaj para vdekjes së saj tragjike, Jaguari ruanente disa elementë të veçantë të përdorimit të tij mbretëror, përfshir hapjet në çati për flamurin dhe një telefon të integruar Motorola dhe buton emergjence sigurie tipik për atë periudhë.